Kryeministri Rama deklaroi se fitoria në 11 maj duhet Shqipërisë për anëtarësimin e plotë në Bashkimin Evropian. Në një komunikim me ndjekësit në rrjetet sociale, tha se këto zgjedhje janë ekzistenciale për të ardhmen europian. Erjon Viliaj ka dëshmuar për rreth 90 minuta para prokurorëve të SPAN. Kryetari i Bashkisë ka firmosur nga Burgu zëvendësimin e Anuela Ristanit, duke ja kaluar kompetencat nën kryetares tjetër Sara Goxhaj. 4 të rinj të moshave nga 20 deri në 24 vjeç humbën jetën pak para mesnatës në një aksident tragjik në aksin Vor Fushkruj. Makina me të cilën ata udhëtonin u përplas me një betoniere duke shpërthyer në flak. 37 persona mbështetës të kryebashkiakut të Stambollit u arrestuar nga policia. Imamoglu ka nisur procedurat për dhënien e dëshmisë para organeve të drejtësisë. Protestat kanë shkaktuar trazira të shumta në Turqi. Seanca e radhës stërvitore për Kuqezin do të zhvillohet në mbrëmje në stadiumin Wembley. Para seancës, Silvinho do të dalë në konferencën për shtyp. Sfida e së premtes ndaj Anglisë do të transmetohet në televizionin Klan. Njohët me titujt kryesor, ndalemi më gjërësish. Kryeministri Edi Rama deklaroi se fitoria më 11 maj duhet Shqipërisë për anëtarësimin e plotë në Bashkimin Evropian. Në një komunikim me ndjekësit në rrjetet sociale, Rama tha se këto zgjedhje janë ekzistenciale për të ardhmen europian. Partia Socialiste nuk synon të marrë vetëm numrin e nevojshëm të mandateve për të formuar qeveri në zgjedhjet e 11 majit, por një fitore të thellë për të garantuar integrimin e plotë të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kështu është shprehur kryeministri Edi Rama gjatë bashkëbisedimit online me qytetarët, duke theksuar se tashmë nuk është koha që vendi ynë të bëjë hapa pas në këtë proces. Nuk mund të rrim jashtë, nuk mund të jemi delja që e ha ujku. Thotë se në 11 maj, qytetarët votojnë për anëtarësimin në Bashkimin Evropian dhe jo si mbështetës të forcave politike. Në 2027 do të mbyllen negociatat dhe në 11 maj të gjithë do të fokusohen tek negociatat, jo tek partitë. Në 11 maj vota është për të mos pasur asnjë ditë të humbur me negociatat. Rama bëri me dije se ka komunikime të vazhdueshme me liderët e Bashkimit Evropian. Nuk ka pasur asnjë udhëheqës Shqipëria që udhëheqësit e tjerë të Europës t'i ketë në celularin e vetë. Komenteve të qytetarëve se Shqipëria është e pambrojtur ushtarakisht, kryeministri theksoi se në vendin ton, gjatë mandatit të 4 do të ndërtohet një industri prodhuese ushtarake. Po punojmë dhe po ndërtojmë partneritete për të hedhur bazat e industrie të re ushtarake, sepse kjo është koha e sotme dhe brenda mandatit 4 ne do të kemi bazë prodhuese në Shqipëri. Një përgjigje pati edhe për akuzat e Partisë Demokratike për mbylljen e TikTok. Kjo nuk është censurë, kjo është mbrojtje. Kjo nuk është çmenduri, por kjo është gjëja më e shëndetshme që mund të bëhet. Ironizoi Partinë Demokratike dhe koalicionin opozitar Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Aleanca për Kënetën Madhështore. Dhe jam shumë i prekur që kujtim Gjuzi që posedon të vetmen gjë madhështore që kanë atë aleancë, mustaqet e tij, është lënë më njanë. Nuk la pa përmendur edhe Lulzim Bashën, me të cilin prej disa ditësh ka shkëmbyer video ironizuese në rrjetet sociale. Luli është zgjuar, është aktiv, bën xhiro me makinë, më prezantoi dhe me Unik Katilin, kështu që jemi në rregull me Lulin, çfarë problemi keni me Lulin? Rama thotë se për Partinë Socialiste, gara në zgjedhjet e majit është me vetveten për të realizuar sfidën për anëtarësimin e plotë të Shqipërisë në Bashkimin Evropian deri në vitin 2027. Ndërsa kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi gjatë një aktiviteti se Shqipëria është nën kontrollin e diktaturës së bandave, akuzoi qeverinë se ka abuzuar me taksat e qytetarëve, duke theksuar se në vendin tonë është i nevojshëm një kontroll i ngjashëm atë të Departamentit të Efikasitetit të Qeverisë në Shuball që drejtohet nga Elon Musk. Kemi rënë në një fatkeqësi dyfisht. Së pari në një diktaturë, së dyti në një diktaturë cilën Europa kur nuk e ka patur, diktaturat e bandave. Ne kemi një diktator, nuk respekton as një ligj, as kushtetut. Ai një lloj si Zayedit i Tunizis arreston 3 liderët e opozicionit, njëri mbas tjetrit 3 liderët e partive kryesore opozitare. Merr mandate me gjykata.
Cili do që lexon punët e zeza të këtij regjimi, shef se parat janë. Por u hiqe, u vidhen shqiptarve, u plashkitën shqiptarve, nuk u hipën shqiptarve. Qytetarë shqiptarë duhet ta dinë se ato para janë tyre, nuk dalin nga xhepat tonë, të qeveritarëve, nuk dalin nga kontot e tyre. Jo, janë të gjitha para që të djerës dhe mundit tyre që i paguajnë taksa. Këto 12 vite, këto janë piramida më e madhe e mashtrimit në histori pas Enver Hoxhës. Për Partinë Demokratike, domosdoshmërinë e një auditi të tipit Elon Musk në mënyrë që t'u kthehen parat shqiptarëve dhe Shqipërisë. Drejtësia politike shqiptare përbën rrezikun më madhor për sotme dhe të ardhmen e kombit. Askush mos mendoj se kjo dallon nga një drejtësi e diktaturës. Ndaj dhe siguroj se një reformë e sistemit drejtësisë me Komisionin e Venecias dhe miqtë dhe aleatët më të mirë të Shqipërisë do bëhet. Dhe prapë, të këqijat një popull se vend do të përpara kurrë. Prokurorët e posaçëm ka marrë në pyetje kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj. Në komunikim të drejt për drejt, kam kolegen Glidona Dasi për të na dhënë më tepër detaje. Glidona, për çfarë u pyet kryebashkiaku Veliaj në seancën që zgjati 90 minuta? Sa i takon marrjes në pyetje të kryetarit të Bashkisë së Tiranës, ka qenë seancë e cila është konfirmuar vetëm pasi kanë mundur të dalim dhe të kuptojmë që avokatët e zotit Veliaj kanë qenë në ambientet të brendshme të prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, sepse seancat të tilla janë seanca të cilat mbahen sekret nga ana e prokurorëve të prokurorisë posaçme. Është pyetur për hetimet e deri tanishme dhe gjithashtu nga ana tjetër është pyetur edhe për faktin sa i takon të gjitha veprimeve që ka kryer kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj gjatë kohës që ka qëndruar në ambientet e paraburgimit, ku dyshohet të paktën të ketë përdorur edhe celular në një prej efektive të policisë së burgjeve gjatë kohës kur ky fundit e ka shoqëruar nga paraburgimi i Durrësit në drejtim të gjykatës së posaçme të apelit, kur zoti Veliaj u përball me gjykatën sa i takon masës së sigurimit. Janë të paktën informacione që qarkullojnë që zoti Veliaj do të ketë edhe një akuzë të reshtesë nga ana e SPAK, e cila ka të bëjë me futjen e sendeve të ura brenda institucionit të ekzekutimit të vendimeve penale. Ndërkohë, Glidona, kryebashkiaku Veliaj ka bërë edhe disa ndryshime për sa i përket Bashkisë Kryeqytetit, cilat janë ato? Sa i takon Bashkisë së Kryeqytetit, patjetër që në fakt ishin të pritshme deri diku për shkak të situatës së tensionuar politike në të cilën ndodhet Partia Socialiste. Nuk dihej se kur do të fillonin ndryshimet kryesore, ishin le të themi ata që cilët nisën që në momentin e parë me arrestimin e Veliaj dhe më pas vijuan edhe më tepër. Por për më tepër le të ndjekim materialin. Sara Goxhaj do të jetë kryetaria në detyrë e Bashkisë së Tiranës, të paktën kështu pretendon kjo shkresë e firmosur nga qelia prej Erion Veliajt, i cili ka vendosur që të emërojë të besuarën e tij si njeriu që drejton punët në Bashkinë e Kryeqytetit. Veliaj ka firmosur nga qelia më datë 18 mars shkarkimin e Anuel Aristanit nga posti i kryetares së komanduar të Bashkisë së Tiranës. Aristani e ka marrë zyrtarisht këtë pozicion më 14 shkurt, po me një shkresë të firmosur nga Veliaj. Por nënkryetaria e Bashkisë Anuel Aristani duke se kishte edhe bekimin e kryeministrit Edi Rama për të marrë në dorë drejtimin e bashkisë. Pasi një ditë pas arrestimit të kryebashkiakut Veliaj, më 11 shkurt, Rama ka qenë në Bashkinë e Tiranës dhe është takuar me Aristanin dhe drejtues të tjerë të bashkisë. Ndërkohë që edhe në ditët që pasuan, Rama është shfaqur disa herë në aktivitete dhe inspektime punimesh me Anuel Aristanin. Por sipas shkresës së re me numër 592 që mban firmën e Veliajt, urdhërohet se Sara Goxhaj, nënkryetare e Bashkisë së Tiranës, të kryejë përkohësisht edhe detyrat e kryetarit të Bashkisë Tiranë. Periudha e ushtrimit të kompetencave të deleguara fillon më datë 19 mars 2025 dhe do të vazhdojë deri në një urdhër të dytë. Ndërkohë që urdhri numër 366 datë 14 shkurt 2025 për delegimin e përkohshëm të detyrave të kryetarit të Bashkisë Tiranë, Anuel Aristanit, shfuqizohet. Me këtë vendim të ri të kryetarit të Bashkisë Erion Veliaj, rritet edhe më shumë doza e kaosit në Bashkinë e Tiranës. Nuk dihet ende çfarë qëndrimi ka kryeministri Rama për këtë lëvizje të kryebashkiakut të burgosur, i cili largoi Aristanin, e cila kishte edhe bekimin e Ramës.
Por Sali Berisha I ka cilësuar përleshje mafioze vendimet për drejtimin e Bashkisë së Tiranës. Kreu Demokrat theksoi se kjo është vetëm pjesa e parë e filmit Narcos. Ndjekim deklaratën e tij. Përleshja e tyre në Bashkinë e Tiranës është përleshje mafioze nga më mafioze dhe më kriminalet. Elion Velia I dënohet për ato gjëra që si ka bërë bashkë me Edi Ramën. Dhe ato që I ka bërë djegësin që I ka bërë me urdhër të Edi Ramës nuk dënohet. Nuk dënohet për 5 dënë për hotelin, sepse u tha që është Olsi Rama aksioner, beteja mafioze. Njëri shkon dhe emron atë, qa quhet ajo, Anuel Aristanin, tjetëri e shkarkon. Velia e shkarkon dhe emron një tjetër aty këtë. Ato e funksionit këshillit bashkjak, kudo as Rams as Velis, duhet të mblidhet këshilli bashkjak I qytetit dhe të emroj kush do kryej funksionet. Po betej mafiozësh. Rama shkon dhe emron sekretar të përgjithshëm një tjetër. Ky I thot policisë bashkjake, ndaloj më hyrje nga burgu. E merri vesh këtu se ku është Tirana dhe Bashkia në dur të çfarë mafje të rrezikshme është. Kjo është vetëm pjesë e parë e filmit Narcos. Ta keni qartë që kemi pa vetëm serinë e parë të atij filmi. Se çdo shohim seritë e tjera do të çuditet ju dhe bota. Katër të rinj të moshave nga 20 deri në 24 vjeç humbën jetën pak para mesnatës në një aksident tragjik në aksin Vor Fushkruj. Makina me të cilën ata udhëtonin u përplas me një betoniere duke shpërthyer në flak. Katër të rinj humbën jetën në një aksident tragjik pak para mesnatës në Fush Prez. 2 vëllezër, kushuriri I tyre dhe një shok, të gjithë të moshave nga 20 deri në 24 vjeç, humbën jetën menjëherë në vendngjarje. Mjeti I tij Benz, me të cilin po u lëviznin, u përplas me një betoniere. Këto janë pamjet kur forcat zjarfikëse përpiqen të nxjerrin nga automjeti trupat e pajet të 4 të rinjve. Përplasja ka qenë e fortë dhe mjeti ka shpërthyer menjëherë në flak pasi ishte me gaz. Në këtë pikën e betonit këtu është ngarkuar me lëndë me automjeti I tonazhit të rënd, I cili më pas ka përshkruar rrugën për gati 100 metra, duke ecur me shpejtësi shumë të ulët për shkak edhe të ngarkesës që kishte në pjesën e sipërme. Betonierja me të cilën fatkeqësisht u përplas Mercedesi Benz S-Klas, me të cilin ishin duke udhëtuar 4 të rinj, I cilët fatkeqësisht humbën jetën, ka dalë pikërisht në rrugën kryesore e cila lidh Vorën me pjesën e Fushkrujës. Për shkak edhe të ngarkesës që kishte, automjeti ka lëvizur me shpejtësi shumë të ulët, ndërkohë që dyshohet se 4 të rinj, që cilët fatkeqësisht humbën jetën, udhtonin me shpejtësi shumë të lartë. Sapo betonierja ka hyrë në rrugën kryesore, ka ndodhur edhe aksidenti. Pas aksidenti, drejtuesi I betonierës është larguar nga vendngjarja për t'u dorëzuar pak orë më vonë në komisariatin e Kamzës. Aleksandër Krashi ka rrëfyer para policisë se ka qenë në lëvizje kur automjeti I viktimave ka goditur nga pas. Policia ka vënë në pranga drejtuesin e betonierës për largim nga vendi, si dhe për drejtim të mjetit në mënyrë të parregullt, pa leje drejtimi, pasi nga verifikimet ka rezultuar se 24 vjeçari nuk ka patur patentën e duhur. Gjithashtu, policia ka shoqëruar menaxherin e kompanisë së betonit, ku punonte 24 vjeçari. Klan News ka mësuar se 20 vjeçari Enejd Laçi ka qenë në drejtimin e mjetit, në të cilën ishin kushuriri dhe shoku I tyre. Ai sapo kishte marrë nga rinasi vëllain Erlidin, I cili sapo ishte kthyer nga Gjermania. Ky I fundit kishte postuar pak minuta pas mbërritjes në aeroport edhe një foto të avionit në rrjetet sociale. Ata ishin nga fshati Borizan, ndërsa shoku I tyre nga Fushkruja. Sa ka që gjykata e posaçme kalon në qeli Lulzim Berishën, I cili pak ditë më parë u ekstradua nga Spanja dhe akuzohet për vrasjen e Klodian Saliut. Gjatë seancës ai kundërshtoi deklarimet që bashkëpunëtori I drejtësisë, Luftar Reçi, ka bërë në lidhje me të. Arrest në burg pa afat I komunikoi gjykata e posaçme Lulzim Berishës, ish kreu të bandës së Durrësit, I cili u ekstradua të martën nga Spanja. Këtë të enjte ai u përball për herë të parë me akuzat e ngritura ndaj tij se ka vrarë në vitin 2005 Klodian Saliun, I njohur në atë kohë si kundërshtar I tij. Këto akuza u mohuan nga Berisha gjatë seancës që u zhvillua me dyert të mbyllura. Ish kreu I bandës së Durrësit deklaroi se nuk e njeh bashkëpunëtorin I drejtësisë Luftar Reçin. Këtë të fundit avokati I Lulzim Berishës, Detar Hysi, e konsideron mashtrues. Një mitoman permanent që nga dita që është futur në sistemin e burgjeve deri më sot bën kërkesa dhe krijon artifica
duke mashtruar institucionet shtetërore. Gjatë seancës gjyqësore, prokuroria e posaçme kërkoi vijimin e masës sigurisë arrest në burg me argumentin se ndaj Berishës vjon gjykimin në themel nga një treshe gjyqtarësh për këtë vrasje dhe se hetimet kanë dokumentuar përfshirjen e tij. Klodian Saliu u ekzekutua në 26 shkurt të 2005 në rrugën Durrës Maminas në fshatin Goxhaj teksa po lëvizte me makinën Mercedes-Benz. Lulzim Berisha doli nga burgu në vitin 2016 pa e mbyllur dënimin me 25 vite duke u liruar me kusht nga gjykata e shkallës së parë në Durrës me pretendimet për probleme shëndetësore, por gjykata e lartë rrezoi vendimin e lirimit të tij me kusht. Safet Bajri ka mohuar provat e SPAK që implikojnë vrasjen e Fatbardhlicit. Ai deklaroi se nuk ka lidhje me këtë krim, por pavarësisht këtyre qëndrimeve apeli vendosi ta lërë në burg. Safet Bajri ka kundërshtuar përgjimet e SPAK në lidhje me vrasjen e Fatbardhlicit, krimi ndodhur në vitin 2018. Ai ka deklaruar se ka qenë në restorant dhe në diskotek ditën kur është vrarë Lici. Bajri theksoi para trupit gjykues se më pas ka ikur në shtëpi nga rruga që kalon gjithmonë. Pasi dëgjoi dëshmitë e Bajrit, apeli vendosi ta lërë në burg duke rrëzuar kërkesën e tij për lirim. I njëjti vendim u mor edhe për Behar Bajrin dhe Asmer Bilalin. Për përkrahjet e autorit të krimit është arrestuar edhe e dashura e Safet Bajrit, Eria Ago, e cila gjithashtu ka ankimuar masën në apelin e GKK-s. Safet Bajri u arrestua më datë 21 shkurt nga forcat Reneja në Shkodër. Në njoftimin zyrtar, SPAK deklaroi se ka mbledhur prova se ai se bashku me Behar Bajrin dhe Asmer Bilalin planifikuan, organizuan dhe kryen vrasjen e Licit, të afërmit të Ibrahim Licit. Sipas prokurorisë së posaçme, Fatbardhlici u ekzekutua për hakmarrje për vrasjen e ish policit Boran Bërçana. Po sipas SPAK, për këtë krim Behar Bajri akuzonte si autor Ibrahim Licin. Safet Bajri ndodhet në paraburgimin 313 në rrugën Minepeza në kryeqytet. Ndaj tij dhe Asmer Bilalit rëndojnë akuzat vrasje me paramendim kryer në formën e veçantë të bashkëpunimit, grupi strukturuar kriminal dhe kryerja veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi strukturuar kriminal. Behar Bajrit dhe Asmer Bilalit ju komunikuan akuzat në burg pasi po hetohen edhe në kuadër të dosjes Metamorfoza. SPAK ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar për gjykim deputetin e Partisë Demokratike Qani Xhafa, i akuzohet se ka drejtuar mjetin në mënyrë të parregullt, duke u përplasur me një shtyllë ndryqimi. Ngjarja ndodhur në Elbasan para 2 vitesh. Ai u hetua fillimisht nga prokuroria e Elbasanit, qytet ku para se të merrte mandatin e deputetit, u ndalua për drejtim të mjetit në gjendje të dehur. Ai mori mandatin e Luciano Boçit, i cili kandidoi për kryetar bashkie. Pas marrjes së mandatit, Xhafa u kthye në subjekt të posaçëm dhe gjatë gjykimit, gjykata e Elbasanit e dërgoi çështjen ndaj tij për kompetencë në strukturën e posaçme. Teknologjia dhe inovacioni kanë ndikuar në zgjerimin e shërbimeve financiare në vend. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Seko tha gjatë një forumi për këtë temë se numri i pagesave digjitale për frym u rrit ndjeshëm vitin e kaluar. Një nga ndikimet më të dukshme të inovacionit në shërbimet financiare të Shqipërisë është transformimi digjital i pagesave dhe i bankingut. Sipas guvernatorit Gent Seko, numri i pagesave me instrumentet online është rritur ndjeshëm gjatë vitit të kaluar. Përdorimi i instrumenteve elektronike të pagesave vijon të rritet me ritme 2 shifrore. Numri i pagesave digjitale për frym ka arritur në 23 në vitin 2024, krahasuar me vetëm 2 pagesa që ishin në vitin 2015. Gjithashtu, përfshirja financiare e matur si përqindje e popullsisë që zotron të paktën një llogari financiare ka arritur në nivelin e 78%. Edhe zërimi i komisioneve për sistemin AIPS Euro ka kursyer kohë dhe financa për qytetarët, nënvizoi guvernatori Seko. Kemi siguruar ofrimin e infrastrukturave të reja të pagesave, siç është sistemi AIPS Euro, i cili ka mundësuar shmangjen e radhëve të gjata nëpër sportelet e bankave. Operimi i këtij sistemi ka gjeneruar kursimet konsiderueshme, të cilat përllogëriten rreth 100 milion euro që nga viti 2022 kur ne kemi futur në funksionim. Nga zerrimi i komisioneve për pagesa deri në 20.000 lekë në vitin 2020, konsumatorëve dhe bizneseve shqiptare janë kursyer përafërsisht rreth 700 milion lekë. Ndërsa për kreun e dhomës amerikane të tregtisë, bankingu i hapur ofron mjaft avantazhe. Open banking po e revolucionarizon sektorin financiar në Shqipëri, duke e përafruar me standardet globale si direktiva e rishikuar e shërbimeve të pagesave të Bashkimit Evropian. Kjo ndodh në kohën kur Shqipëria është bërë pjesë e SEPA. Banka e Shqipërisë nënvizon se inovacioni në shërbimet e sektorit bankar të vendit tonë do të vijojë të përmirësohet dhe të zgjerojë gamën e shërbimeve.
Ulja e temperaturave në këtë periudhë po dëmton drufrutorët në lushnjë. Pemët janë në fazën e çeljes së lules dhe ndryshimi i klimës ka sjell pasoja negativa. Plantacionet e mbjella me pjeshk në zonën e Barbullinjës në Lushnjë rrezikojnë të dëmtohen nga ndryshimet e kushteve të motit. Klima në këtë zonë ka qenë ngrohtë gjatë janarit dhe shkurtit, por situata ka ndryshuar në këto ditë të marsit kur temperaturat janë ulur. Pemët tashmë janë në fazën e çeljes së lules, ndërsa dëmet nga moti i ftohtë kanë filluar. Situata e njëjtë është edhe për kultura të tjera. Kur kjo çel, pastaj e than lulen, domethënë kur lulja është e çelur se ka gënjur koha se po ngroh në janar edhe po bën ftohtë shkurt e mars. Ftohti ma ka goditur në këtë lloj formule, domethënë ma ka lënë qenë me lule, qenë me kokra tëra dhe i ka goditur. Jemi pak të dështur, thujse të 70% që jemi të goditur. Në çfarë faze janë tashmë pemët dhe nëse fillon një ngritës ose një breshër çfarë? Fillon një ngritës, breshri eliminon komplet, si të mos breshje, edhe ngrica. Kjo ngrica para një muaji, që ka dëme në pemët. Po prishin ato se bën një herë vap atje, një herë ftohtë. Ajo klima s'është stabilizuar. Në zonën e Fjersheganit dhe Barbullinjës, 90% e tokave janë të mbjella me dru frutor. Prodhimi do të jetë gati 2 javë më herët këtë vit, krahasuar me 2024-ën për shkak të ngrohjes së klimës. Thuajse gjithë sasia e prodhuar është për eksport në vende të ndryshme të Europës. Në të tjera zhvillime, liderët evropian po diskutojnë në Bruksel rreth zbatimit të protokollit italo-shqiptar si model për përballimin e flukseve migratore. Hungaria dhe pjesa më e madhe e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian e konsiderojnë një model për të marrë shembull ngritjen e qendrave të azilkërkuesve në vendin tonë. Hungaria dhe shumica e shteteve anëtare të BE-s do të përkrahin idenë italo-shqiptare për menaxhimin e flukseve migratore në samitin 2 ditor të liderëve të mbledhur në Bruksel. Dua që të vlerësoj përpjekjet e Shqipërisë në bashkëpunim me Italinë për të nxitur më tej zbatimin në praktik të këtyre zgjidhjeve inovatore. Unë konstatoj se kjo eksperiencë po ndiqet nga Komisioni Evropian në amendamentet për ngritjen e qendrave të administrimit për riadhesimet e azilkërkuesve. Ky është kthyer në element kyç në propozimet hungareze për përballimin e emigracionit të palishëm. Ndërkaq në Bruksel, kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis tha se migrantët e palishëm të cilëve u refuzohet azili duhet që të kthehen në vendin e tyre të origjinës. Rregulloria e propozuar për riadhesimin e emigrantëve të palishëm është në përputhje me qëndrimet tona. Ne japim prioritet jo vetëm ruajtjes së kufive të jashtëm të Bashkimit Evropian, por edhe procesit të shpejtë të kthimit të atyre që nuk kanë marrë azil në vendet nga ata vinë. Kushdo që ka hyrë ilegalisht në Greqi dhe nuk ka marrë azil, pra nuk përfiton mbrojtje ndërkombëtare, duhet të kthehet në vendin e origjinës. Ne po presim me padurim listën e përditësuar të vendeve të sigurta të origjinës, në mënyrë që Greqia të mund të ecë më shpejt me riadhesimet. Emigrimi është një nga çështjet në agjendën e liderëve së bashku me Ukrainën dhe mbrojtjen kolektive. Londra pret në vjesht liderët ballkanik në kuadër të procesit të Berlinit. E dërguara britanike për rajonin Karen Pierce nisi punën me një vizitë në Berlin. Mbretëria e Bashkuar ka nisur përgatitjet për mbajtjen e procesit të Berlinit këtë vjesht në Londër. E dërguara re e Mbretërisë së Bashkuar për Ballkanin Perëndimor, Karen Pierce, ka nisur detyrën e saj të re me një vizitë në Berlin në kuadër të përgatitjeve për këtë summit. Një aspekt i rëndësishëm i diskutimeve këtë herë do të jetë edhe lufta kundër emigracionit të parregullt. Organizimi i procesit të Berlinit në Mbretërinë e Bashkuar në partneritet me Gjermaninë, sipas qeverisë britanike, nënvizon angazhimin e saj për të rivendosur marrëdhëniet me Europën. Kjo lëvizje e qeverisë së laburistëve britanik përbën hapin e fundit në strategjinë për të ndërtuar partneritete të qëndrueshme për të luftuar grupet kriminale që mundësojnë emigrimin e parregullt. Samiti i procesit të Berlinit ka për qëllim të përmirësojnë bashkëpunimin mes shteteve të Ballkanit Perëndimor dhe t'i përafrojë ato me Bashkimin Evropian para antarësimit. Disa marrëveshje janë nënshkruar deri më tani, por shumë prej tyre nuk janë zbatuar.
37 persona mbështetës të kryebashkiakut të Stambollit u arrestuan nga policia. Protestat kanë shkaktuar trazira të shumta në Turqi. Për kryebashkiakun e arrestuar të Stambollit Ekrem İmamoğlu, nisi këtë të njëjtë procedura e marrjes së dëshmisë. E njëjta po zbatohet edhe për 87 persona të tjerë, të cilët u arrestuan për këtë hetim. Transferimi i kryebashkiakut u shoqërua me masa të shtuara sigurie, forca të shumta të policisë u panë këtë të njëjtë në Stamboll për të parandaluar ndonjë tubim të madh qytetar. Megjithatë, protestat kanë vijuar në ditën e dytë. Studentë të Universitetit të Stambollit vijuan të kundërshtojnë vendimin e rektoratit që i hoqi diplomën të parit të Stambollit, teksa pritej një qetësim i marrëdhënieve të autoriteteve turke me kurdët, përfaqësues të këtyre partive dolën në krah të opozitës, duke shprehur mbështetjen për kryebashkiakun e arrestuar. Reagim qytetar pati edhe gjatë natës, kur turma personash dolën në rrugë në qytetet e mëdha të vendit, duke kundërshtuar vendimin e autoriteteve për ndalim të tubimeve. Në Ankara, protestuesit u përplasën me policin, ndërsa këta të fundit hodhën sprej me spec. Ministri i Brendshëm Ali Yerlikaya njoftoi në rrjetet sociale se janë vënë pranga 37 persona që akuzojnë se kanë shpërndar në internet postime provokuese që nxisin urrejtje. Sipas tij janë identifikuar 261 llogari, nga të cilat janë shpërndar këto postime, 62 prej tyre jashtë vendit. Kryebashkiaku Ekrem İmamoğlu u arrestua të mërkurën bashkë me 105 persona të tjerë. Për të rëndojnë disa akuza, më e rënda ajo e krijimit të një grupi kriminal, si dhe për krahja e grupeve terroriste, duke punësuar në bashki antar të këtyre organizatave. Ndërsa përpiqen për bisedimet e paqes, Ukraina dhe Rusia kanë shkëmbyer sulme të ndërsjella. Kievi goditi bazën strategjike të bombarduesve rus, ndërsa Moska shkatërroi infrastrukturën hekurudhore. Rusia nisi sulmin e saj më të madh në vitet e fundit në rajonin Kirovohrad të Ukrainës qendrore. Nga sulmet, të paktën 10 persona mbetën të lënduar, duke përfshirë 4 fëmijë. Mbi 20 dronë u lëshuan në qytet gjatë natës, duke goditur shtëpitë dhe ndërtesa të banimit. Autoriteti hekurudhor i Ukrainës raportoi se infrastruktura hekurudhore u dëmtua si rezultat i sulmit. Ndërkaq, një gjendje e jashtëzakonshme është shpallur në Engels, në rajonin e Saratovit të Rusisë, pas një sulmi me dronë ukrainas, raportojnë mediat shtetërore ruse. Qytetet ruse si Saratov dhe Engels u vunë në shënjestër në sulmin më të rënd me dronë. Banorët raportuan një sëri shpërthimesh në rajon. Qytetet Engels dhe Saratov shtrihen pranë bazës ajrore ushtarake Engels 2, e cila mban aeroplan bombardues strategjik të përdorur rregullisht për sulme ajrore në Ukrainë. 2 civil u plagosën dhe rreth 30 shtëpi u dëmtuan, mes tyre një shkollë dhe një spital. Mbrojtja ajrore ruse rrezoi 132 dronë ukrainas gjatë natës. Ndërkaq, presidenti i SBA-s Donald Trump me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky janë dakord të mërkurën të punojnë së bashku për i dhënë fund luftës, në atë që shtëpia e bardhë përshkroi si një telefonat fantastike. Edhe presidenti i Ukrainës pranoi propozimin amerikan për armë pushim energjetik. Ndërkohë, Trump nuk shfaqi më interes për mineralet e Ukrainës dhe tani kërkon aksione në centralet bërthamore të vendit. Në bisedën e tyre të parë që nga takimi tensionuar në Zyre në Valje në datën 28 shkurt, Zelensky falenderoi Trump për mbështetjen e SBA-s dhe të dy udhëheqësit ranë dakord që ekipet teknike të takojnë në Arabinë Saudite në ditët në vijim. Të paktën 85 persona humbën jetën nga bombardimet izraelite. Hamasi ka reaguar për sulmet duke i konsideruar shkelje të marrëveshjes së armëpushimit. Ofensiva e re izraelite në Gaza vrau më shumë se 85 persona, duke përfshirë një foshnjë të përsalindur. Sulmet kishin në shënjestër Gazën jugore dhe veriore sipas zyrtarëve shëndetësor. Nga ana tjetër, shumë të tjerë u plagosën nga bombardimet. Hamasi ka bërë të ditur se operacioni toksor i shpallur nga Izraeli është një shkelje e rrezikshme e marrëveshjes së armëpushimit, e cila hyri në fuqinë e janar. Izraeli ka paralajmëruar se sulmet do të intensifikohen në Gaza derisa Hamasi të lirojë pengjet e mbetura. Në një goditje ndaj Hamasit, teksa kërkon të rindërtonte administratën në Gaza, sulmet e kësaj jave kanë eliminuar disa nga figurat kryesore, duke përfshirë kreun de facto të qeverisë së Gazës të emëruar nga Hamasi, shefin e shërbimeve të sigurisë, dimësin e tij dhe zëvendës kryetarin e Ministrisë së Drejtësisë të drejtuar po nga Hamasi.
Rifillimi i sulmeve nga Izraeli solli reagime ku sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres kërkoi ndaljen e menjëhershme të luftimeve në Gaza. Hamasi nuk ka bërë ende deklarata nëse do të përgjigjet ndaj Izraelit, por ka bërë të ditur se po i jep një shans që të ndalet. Izraeli dhe Hamasi nuk kanë rënë dakord se si të çojnë armëpushimin për tej fazës së parë, e cila skadoi më 1 mars. Nga ana tjetër, Hamasi nuk pranon për një rinegocim sipas kushteve të Netanyahut, megjithse ofroi lirimin e një pengu amerikan dhe 4 trupave të pengjeve. Shtetet e Bashkuara kanë vijuar sulmet ndaj rebelëve Houthi duke shkaktuar dëme të shumta. Lëvizja rebele ka paralajmëruar se do të përshkallëzojnë sulme duke përfshirë Izraelin në përgjigje të fushatës amerikane. Një lagje me popullsi të dendur në kryeqytetin e Yemenit Sana u kthye në gërmadha pasi sulmet ajrore të SBA-s shënjestruan në rrethin Al Jaraf, duke plagosur 9 persona, shumica prej tyre gra dhe fëmijë. Sulmi solli shkatrim dhe zemërim tek banorët që e përshkruan si një sulm të pajustifikuar ndaj civilëve. Bombardimet janë pjesë e hakmarrjes së SBA-s për sulmet ndaj anijeve në detin e Kuq nga Houthit të lidhur me Iranin. Të pakënaqur nga kërcënimet e SBA-s, Houthit kanë bërë të ditur se do të përshkallëzojnë sulmet e tyre, duke përfshirë Izraelin në përgjigje të fushatës amerikane. Grupi Houthi i Yemenit ka marrë përgjegjësinë për një raketë të lëshuar në Izrael, e cila u kap nga mbrojtja ajrore izraelite. Raketa balistike u hodhë drejt aeroportit Ben Gurion pranë Tel Avivit, ka bërë të ditur zëdhënësi ushtarak i grupit në një deklaratë televizive. Sirenat u dëgjuan në disa zona të Izraelit, por nuk u raportua për të lënduar. Presidenti i SBA-s Donald Trump ka paralajmëruar Iranin se do të përballet me pasoja të rënda nëse Houthit e Yemenit vazhdojnë të sulmojnë anijet. Grupi militant ka kryer mbi 100 sulme ndaj anijeve që nga fillimi i luftës së Izraelit me Hamasin, duke thënë se ata po veprojnë në solidaritet me palestinezët e Gazës. Sulmet kanë ndërprerë tregtinë globale dhe kanë shtyrë ushtrinë amerikane të nisë fushat kundër grupit militant. Autoritetet iraniane kanë liruar një turist francez i cili ndodhej në burg që nga viti 2022. Për lirimin e tij reagoi edhe presidenti Emmanuel Macron, i cili siguroi se do të vijojnë përpjekjet për lirimin e 2 shtetasve të tjerë francez. Ishte nisur për pushime në vitin 2022 në Iran, por përfundoi në qeli dhe prej asaj kohe ndodhej në izolim. Olivier Grondo, 34 vjeç, tani është i lirë dhe me familjen e tij, shkroi presidenti Emmanuel Macron në rrjetet e tij sociale, i cili siguroi gjithashtu se do të vazhdojnë përpjekjet për lirimin e 2 shtetasve të fundit francez të mbajtur në burgjet e Teheran. I riu francez u arrestua në jug të Iranit në tetor të vitit 2022 dhe u dënua me 5 vite burg për komplot kundër Republikës Islamike, por ai ka mohuar akuzat. Familja e tij e ka përshkruar 34 vjeçarin si një adhurues së poezisë persiane, i cili kishte udhëtuar në Iran me një vizë turistike si pjesë e një turneu botëror. Regjimi iranian ka arrestuar shumë turistë gjatë viteve të fundit, të akuzuar shpesh për spionazh. Grupet e të drejtave të njeriut thonë se turistët shpesh arrestohen që më pas të bëhen negociata diplomatike dhe lirohen vetëm kur Irani merr diçka në këmbim. Bashkimi Evropian është në fazën e shërtimit se për cilat madra Amerikan do të vendos tarifa, ndërkohë Unioni kërkon negociata me partnerët amerikan që të mos dëmtohen kompanitë dhe qytetarët. Bashkimi Evropian ka shtyr masat e tij të para kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbi tarifat e metaleve deri në mes të prillit, duke lejuar ato të rimendojë se cilat mallra amerikane do të preken. Komisioni Evropian kishte propozuar rivendosjen e tarifave të vitit 2018 për 4.5 miliard euro të produkteve amerikane më 1 prill, e ndjekur nga goditja 18 miliard eurove të tjera të mallrave amerikane në datën 13 prill. Tani po shqyrtojmë të përafrojmë kohën e 2 grupeve të kundërmasave të Bashkimit Evropian në mënyrë që të mund të konsultojmë me vendet anëtare, dhe kjo do të na jetë gjithashtu kushtesë për negociata me partnerët tanë amerikan, në përpjekje për të gjetur një zgjidhje. Kjo qasje do të na lejonte të japim një përgjigje të fortë ndaj masave të SBA-ve. Tarifat e SBA-s deri në masën 25% do të zbatohen për çelikun dhe aluminin dhe produkte të tjera. Sefcovic konfirmoi se të gjitha kundërmasat e BE-s kundrejt SBA-s do të hyjnë në fuqi në mes të prillit.
Në 12 mars, Shtetet e Bashkuara vendosën tarifë 25% mbi eksportet e çelikut dhe aluminit nga Evropa. Kjo është afërsisht 5% e totalit të eksporteve të Bashkimit Evropian. Këto tarifa po dëmtojnë kompanitë, punëtorët dhe qytetarët evropian. Rruga përpara duhet të jetë që Evropa dhe Shtetet e Bashkuara të bashkunojnë së bashku. Ne nuk po hezitojmë të marrim masa në këtë drejtim. Ai theksoi gjithashtu se Komisioni Evropian do të rivlerësojë më datën 2 prill veprimet e ndërmarra nga SBA-ja dhe do të kundërpërgjigjet në përputhje me rrethanat. Presidenti amerikan Donald Trump ka kërcënuar nga ana tjetër se do të vendosë një tarifë 200% për verën, shampanjën dhe pijet e tjera europiane nëse BE zbaton planin për një tarifë shtesë ndaj uiskit amerikan. Gjirokastra do të pres për 3 ditë festën e karnavaleve. Organizimi synon që të nxjisë zhvillimin e turizmit në qytetin e Gurt. Në Gjirokastër këtë fundjavë do të mizotroj atmosfera e karnavaleve. Aktivitetet janë të shumëllojshme dhe nisin të premten dhe përmbyllen ditën e diel. Në qendër të festës janë kryesisht fëmijët. Programi do të finalizohet në datën 23 mars, për ku paradite do të kemi pjesëmarrje të animatorëve të ndryshëm, face painting, argëtim, performance DJ dhe do të përmbyllet me rritin e djegjes së dordolecit në pasdite. Ky organizim ka si synim promovimin e mëtejshëm të turizmit. Bashkia e Gjirokastër është duke planifikuar një sër aktivitetesh, duke përfshirë argëtim, performanca muzikore, aktivitete kulturore, të cilat do të ndikojnë, mendojmë, në shtrirjen e sezonit turistik. Karnavalet janë një festë që tashmë janë kthyer në traditë në qytetin e Gurt. Kemi mbritur në sport, seanca e radhës stërvitore për Kuqezin do të jetë në mbrëmjen e sotme në stadiumin Wembley përpara sfidës së parë kualifikuese të Kupës së Botës së 2026 ndaj Anglisë për trajnerin Silvinho dhe stafin. Do të jetë testi i fundit për të parë gjendjen e lojtarëve. Para seancës Silvinho do të dalë në konferencën përshtypje përcaktuar për të mbajtur në orën 18:15. Në stadiumin Wembley pritet një mbështetje e madhe e tifozëve kuqezi që mund të jenë edhe në sektor të tjerë të impjantit përveç atij të përcaktuar për miqt. Sfida luhet më 21 mars dhe do të transmetohet ekskluzivisht në televizionin Klan. Finlanda është sërish vendi më i lumtur në botë, sipas raportit të lumturisë të publikuar të njëjtën. Risi këtë vit janë Costa Rica dhe Meksika që kanë hyrë në 10 vendet kryesore. Për të 8 vit radha si Finlanda është vendi më i lumtur në botë. Raporti i lumturisë në botë i publikuar të njëjtën ka matur mbështetjen sociale, të ardhurat, shëndetin, lirinë, bujarin dhe nivelin e korrupsionit. Njerëzve në 143 vende u kërkohet të vlerësojnë në një shkallë nga 0 në 10 cilësinë e jetesës së tyre. Finlanda u pozicionua në vendin e parë me një rezultat mesatar prej 7.75 e ndjekur nga Danimarka, Islanda dhe Suedia, ndërsa Afganistani mban vendin e fundit. Vlen të theksohet se Costa Rica dhe Meksika kanë hyrë për herë të parë në 10 vendet kryesore. Ndërkohë Shqipëria këtë vit renditet në vendin e 89, duke shënuar sërish rënje krahasuar me vitin e kaluar, ku u pozicionua në vendin e 87. Britanikët mbushën monumentin Stonehenge në Britani për të shijuar solsticin e pranverës, ditën më të gjatë të vitit për hemisferën e veriut. Stonehenge është një nga objektet e trashëgimisë kulturore të përfshira në listën e UNESCO-s. Me dhjetra qytetarë britanik ku mblodhen në Stonehenge për të festuar solsticin e pranverës, ditën më të gjatë të vitit për hemisferën e veriut. Stonehenge është një nga objektet e trashëgimisë kulturore të botës të përfshira në listën e UNESCO-s. Pamjet ishin manitëse kur njëri nga gurët e vendosur në formë harku të monumentit të lashtë të periudhës së Neolitit arriti në një vit të drejtë me diellin që po linte. Shumë nga vizitorët e kësaj pamje spektakolare vinë çdo vit dhe kjo ngjarje është shndruar tani në një festival të përvitshëm. Stonehenge në konten e Wiltshire tërheq çdo vit mijëra argëtues, spiritualist dhe turist. Arkeologët besojnë se është ndërtuar që të jetë në përputhje me lindjen e diellit në mes të verës dhe perëndimin e mesit të dimrit.
Në Britaninë e Madhe ka nisur të funksionojë një tren me avull I cili është ndërtuar gjatë luftës së dytë botërore. Për restaurimin e tij u deshën disa vite dhe pritet që interesi I udhëtarëve të jetë I lartë. Një tren I kon me avull I ndërtuar gjatë luftës së dytë botërore nga gratë është rikthyer në Shina pas vitesh restaurimi. Ky tren I viteve 1940 është përdorur për transportimin e trupave ushtarake dhe mallrave. Mjeti u nis nga qyteti tregtar I Alresford në Anglinë Juglindore për një udhëtim në Alton, duke shënuar kështu përfundimin e një projekti restaurimi që filloi në vitin 2011. Stephen Wilson thot se nëna e tij e ndjer ka qenë një nga shumë gratë përfshira në ndërtimin e trenit në vitin 1941, ndërsa burrat ishin larguar për të luftuar. Është thjesht e mahnitshme, është kulmi I punës së palodhur nga shumë njerëz, është thjesht një ndjenjë e mrekullueshme. E ulur me familjen e saj në një nga vagonët, Blanche Chasty, 68 vjeç, thot se është krenare që ndodhet në këtë tren, duke ditur se nëna dhe gjyshja e saj kontribuan në ndërtimin e tij. Pas luftës së dytë botërore, treni u përdor për transportime të rregullta pasagjerësh, shpesh edhe për pushuesit. Për herë të fundit, treni u hoq nga shërbimi në vitin 2008 dhe tani pret udhëtar të shumtë që nisen për udhëtime turistike.